Mirë se erdhë, zonjë. Përshëndetje. Përshëndetje. Këtu duhet të jetë shumë shtrenjtë. Uf. Mirë se erdhët. Përshëndetje. A keni një rezervim? Duhet të ishte në emër të Barbaros Tonallë ndoshta. Urdhëroni, do t'ju shoqëroj. Nuk ka nevojë as pak. Ju lutem. Faleminderit. Dëshironi të porositni apo do prisni? Jo, unë do të pres. Ju faleminderit. Ju lutem, zonjë. Oha. Barbara, nuk do të vish? Tu ngjatjeta zonjë. Kjo karige është i lirë?
Nëse të duhet, mund ta marrësh. Nëse mund të të marrë dhe ty, do më hynte në punë. E do t'ja dalesh mba ndoshta. Unë e kam një takim sonte po e pres dikë. Po, por me kë? Do të doja të dija kuj do t'ja kushtoje kohën tënde. Unë nuk jam ai lloj personi me të cilin mund të ngatrohesh. Prap se prap ti e di. Mendoj më mirë të më njohësh më parë. Dhe pastaj mendoj se do të bësh zgjedhjen e duhur. Unë jam komisari Barbaros Tunali. Komisar? Pikërisht, përsëri komisar. Ti ja u ktheve? Po, sa po u ktheva. Barbar, jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur. Jam shumë e lumtur. Shumë jam e lumtur. A prandaj e vonë ti? Nuk jam vonë. Vonë je barbar? U lodha këtu duke të pritur, mendova se nuk do të vije. Nuk jam vonë, Gylajshe. Të pash kur arrite me makinën. Të pash që rregulloje flokët, rrobat. Të shikoja që në fillim, që kur ke ardhur. Kështu që pash gjithçka, mos më gënje. E nëse më ke parë, përse nuk erdha atëherë afër? Ndoshta se u emocionova pak. Sepse vazhdimisht po mendoja që për çfarë do të bisedojmë ne të dy. Atëherë ndoshta duhet të ulemi dhe të fillojmë. Në rregull? Barbar, jam gati të plas tani, ja. Betohem në Zot nuk do të që ndonjë komisar do të marrë mbi supë dhe do t'ikje nga këtu. Do të më marrësh? Po, do të marrë. Barbar, po plas tani më thuaj. O Zot, po më bën ta shkatroj imazhin tim si një zonjë. Do të vdes për imazhin tënd të një zonjeje që ke. Prandaj kam nevojë për ty, Gylajshe. Për çfarë? Kam nevojë për ty. Sinqerisht nuk funksionoj. Ti po më thua diçka. Sa po më hedh një sy, problemet më largohen. Mua më ikin shqetësimet, zemrimi largohet, e shumë të tjera. Kushdo përveç teje. Çdo gjë përveç asaj që thua ti. Çdo gjë bëhet gënjeshtër dhe nuk më intereson. Gylajshe. Me të vërtet më mungon.
Dhe mënyra se si më shikon në sy dhe më thua Gylajshe. Gylajshe, më vjen keq. Më vjen keq që të lash në tavolinën e dasmës dhe u largova. Për shkak të babait tim, më vjen shumë keq që njeriu që e dua kaq shumë e trajtova aq keq. Më vjen keq që e urrej kaq shumë. A e ke falur? Njeriu që unë e dua? E fala njeriu që doje. I dashur yt. Me të vërtet. Ashtu është Gylajshe. Çatallin nuk do ta fal kur. Nuk do ta dua kur. Por nuk mund të fajsoja më veten. Faleminderit ty. Ndonjëherë, kur mendoj për këtë, i them vetes, kjo vajzë më do për një arsye, dhe një arsye të vetme. Sigurisht se ka një arsye. Çfarë po mendon? Gylajshe, nëse kjo është në rregull me ty, atëherë ky njeri dëshiron të jetë përsëri pranë teje. Më duket se nuk të kuptova mirë. Çfarë dëshiron? Mendoj se duhet të jesh pak më i qartë. Unë them se e dua vërtet këtë vajzë. Them se jam kokë e këmbë në dashuri me këtë vajzë. Dua të them, a mund t'i fillojmë të gjitha nga e para? Bëhu e dashura ime, Gylajshe. Dëshiron? Do ta bëj sigurisht. Por mos më lër përsëri mua, në rregull? Vetëm nëse vdes. Heja këtu.
Sare? Sare, hape derën të lutem. Do t'jap diçka dhe do t'iki. Të betohem do të shkoj. Vëllamete? Zipkin, çfarë ka në këtë orë? Vëlla Trumz. Solla për Saren. E ke menduar vetë apo Mirxhani? Vetë e mendova, vëlla. Të betohem se e ka menduar për Saren. Ajo është e sëmur, duhet të bëj më mirë. Kemi Trumz në shtëpi. Vëlla Mete. Vëlla, nëse je i zemruar me mua për dje. Vëlla, duhet ta dish se unë nuk do t'i bëj asgjë të keqe Sares. Dhe nuk mundesh, Zipkin. Çfarë mund t'i bëj vetë prokurorit një person si ju? Miru pafshim, vëlla. Kete drejt. Më vjen keq që shqetësova. Çfarë ndodhi? Pse erdhi? Çfarë tha? Po thoshte se është huma këtu. Çfarë? Pse pyet, Sare? A e keni mbyllur këtë temë? Vëlla, po më bën të pendoj për atë që të thash. Mund të pendohesh që ke rënë në dashuri me këtë person. Pse të pendohesh pasi të bëhet shumë vonë,
Në momentin që e kuptova, u pendova. Por ndoshta Kara ka të drejtë. Ndoshta është thjesht I hutuar. Sare, bi, nuk ka konkluzione në dashuri. Një burr mund të ngatrohet. A e kupton ndryshimin? E kuptoj. Dëgjoj zemër, nuk është vetëm kjo çështje. A nuk ishte ky njeri I dishuar I kryesor për vrasjen? Ai nuk ka pasaport, nuk ka para, nuk ka diplom, nuk e din as sa din të shkruaj. Vëlla, të lutem vëlla, më vjen keq për... Apo do I ndajmë njerëzit tani, a kemi arritur deri këtu? Po, nëse vjen në vete atëherë po, unë I ndaj njerëzit. Çfarë po bën kështu? Më trego, çfarë po bën kështu? Gyla ishte hëngra shumë nga gëzimi dhe mendoj se tani do të shpërthej. Vërtet po shpërthej. E po, Barbar, me të vërtet hëngre shumë. Ke ngrënë edhe për mua si duket. E hëngra, apo jo? Ha? Edhe erdhëm në vendin më të shtrejtë. Kush e di se sa do të kushtoj tani? Gyla ishte pusho se foluri për para për hir të Zotit. Mos e hapat temën e Si mund parave. të mos e hap, Barbar? Janë kaq shumë para për një pjatë makarona për Zotin? Ata thjesht po I mashtrojnë njerëzit? Mënyrë. Gyla ishte në rregull. Ndoshta s'mund të të çojë gjithmonë në ato vende. Por sot është një ditë e veçantë. Sigurisht që do të të çoja në një vend të tillë. Me të vërtetë edhe nëse më sjell çdo ditë, nuk do të vi, po të them. Faleminderit. Faleminderit. Çfarë po bën? Nëse nuk zemërohesh, do të them diçka ty. Kjo është padyshim që do të më zemëroj. Ma mori mendja. Ma jep. Prit. Oha, Gyla ishe ma jep këtu. shiko, Barbar, ti sa po ke filluar me punë? Ti ende nuk e ke marrë rrogën e parë? Ma leo ta paguaj unë këtë herë, herën tjetër ti do e paguash, ha? Ma jep, thash. O, Zoti madh. Wow. Pa tjetër, pra. Dëgjoj, mos më zemëro. Në rregull? Pse po zemërohesh ti? Pse po zemërohesh? Pse duhet të zemërohesh, më thuaj? Ti dhe unë sa po dolëm dhe hëngrëm së bashku një darkë. Kështu që të lutem mos më zemëro. Ju boft mirë ushqimi. Faleminderit. Mi faleminderit. Ti po bën një sken vajze pasur djali varfër, apo jo? Dhe pastaj pyet pse Barbari humbet temperamentin e tij. Çohu po ikim. Shkojmë. Prit. Kush është I pasur, më thuaj? A jam unë e pasur? E kur më peti për herë të parë nuk isha as këpuca në këmbë? Unë të thash që ti je një polic dhe unë nuk kam as edhe një diploma atje, se unë nuk kam e duhura për ty, se unë nuk mund të bëhem një e mirë për ty. Të thash, a nuk të thash? A nuk të thash apo jo? Mirë, nuk e the këtë, në rregull. E tani po të më pyesësh? Unë jap të gjitha paratë e mia jetimëve që kanë mbetur në rrugë nga ajo kompani. Natën e mirë. Natën e mirë. Dhe halla ime kujdeset për shtëpinë. E dua të them ti je më I pasur se unë, pra të paktën ti e ke një rrogë. Çfarë ndodhi? Gylajshe, çfarë lloj vajze je ti? I jep të gjitha aparatet tua jetimëve? E unë u rrita në rrugë, Barbar? Çfarë duhet të kisha bërë? A duhet të shpenzoj të gjitha vetë?
duhet të ndaj parat me fëmijët të cilëve as emrat nuk ua di. Rregulli i parë jetim që më mësoi motra ime ishte. Po ju çfarë bëni këtu? Ik, mos u afro. Mos u afro. Mos u afroni. Mos u afroni jetim, më lërni qetë. Mos u afro. Mos u afroni, më lërni qetë. Mos u afroni. Mos u afroni. Ikni prej këtu, më lërni rehat. Ikni, mos u afro. Mos u afroni. Mos u afroni. Mos u afroni. Ikni prej këtu, më lërni rehat. Djalim. Shumë friksova. Kisha një makt si duket. Kisha shumë frikë. Shkëlqyeshëm. Tani ka ardhur koha për të marrë ndëshkimin tënd. Mirë që nga. Me gjen? Ali shumë vonë u bë. Nëse të zë gjumi shko pak të pushosh. Prisa ti hedh një sy. Nuk ka pirë, është në krizë për momentin.
po ndodh? Ju dy, kush jeni? A dëshironi? Faleminderit. E shishme shumë. Faleminderit. Nëse jeni dakord, mund të pini pjesën tjetër. Përveç kësaj, këtu ka akoma më shumë. Për çfarë bëhet fjalë? Zipken, shikoj ato të poshtin dhe hajde këte. Mirë vëlla. Gylashe po vjen. Vëlla Ali, Gylashe po vjen. Arjan, Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Mirë se ju gjetëm. Wow! Këto që nga bashkuar. baje mën, po e lëndove dhe një herë, bën mirë të largosh nga ky vend. Mirë vlla. Eja këtu. Eja këtu? Motra ime. Me qëra fjala që tani, i dashurim Barbaros, do ta quani komisar Barbaros. Vërtet vëlla? A jeni kthyer në punë? Po vlla. E po urime. Urime. Dash zoti të mos ndodhë përsëri. Faleminderit Merxhan. Mbret jeti. Zot, o zot, a ka ndonjë arsye tjetër për ta uruar? Nuk ka ndonjë gjë tjetër për të bërë? Ai është xheloz, do që ta lavdrojmë, të flasim për të. Këtë e do. Pse duhet të lavdrojmë ty? Ti nuk je asnjë të dashur. Hiqe dorë. Tallu Merxhan, tallu. Qen ka e mirë, vazhdo ti tallu. Shumë. Kara mjaft tutale, ka të drejtë. Vlla. Është koha. Duhet ta marrim, ai është gati. Paket ragep. Vlla? Nuk e mbyllë derën ti? Pa tjetër që e mbyllëm, Merxhan, a e mbyllëm derën? E mbyllëm sigurisht. Ku keni qenë për kaq shumë kohë? Mendova se kishit ikur. Zemra ime po thosë u ndal. Hajde ngriu tani, ngriu! Në rregull. Siç është problem prania juaj, ashtu është dhe Mirë, mas më bëj presion. Pse nuk të dridhen duart? Nuk e di. Ja, vlla, shkojmë tani, eja të shkojmë. Hajde. Hajde.
Vëlla, mos duhet edhe ne të vim. Po vëlla, do kesh nevojë për ndihmë. Për hir të Zotit Djema, çfarë lloj ndihme? Këtë operacion e kryen policia. Je, mirë është të qëndrosh me vajzën. Hajde, Berbar. Hajde vëlla. Ali, Do ta gjesh motrën tënde. Dash Zoti, Merjani. Po, aga. Gjemal, çfarë po bën? Ne jemi këtu, civilët gjithashtu zonë vendet e tyre. Gjemal, mos bëj asgjë derisa të them kështu. Prisni për sinjalin tim. E kuptova, aga. Vlla. Bëhu i mençur. Në rregull? Do të paralajmëroj përsëri. Ka policë kudo. Mos u përpiq të rregullosh asgjë, për ndryshe do ta marrësh. Mirë, mirë. Ali, nëse ka shkëmbim zjarri qëndro larg. E kam me gjithmend. Mirë, vëlla. E le të vi. Në rregull. Dashuria sare po vjen. Shëndet, shëndet. Përshëndet, përshëndetin. Uj. Qetëso. Uj, ej. Largohu këtu. përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe, Sare. Mirë se erdhe, Sare.
Së pari vendosa të vi te Q. Desha t'ju i informoj personalisht. Përse? Çfarë ndodhi? Ndodhe diçka e keqe? Bëhet fjalë për akuzën e sulmit ndaj Merxhanit. Çështja u dërgua në gjykat për shkak të rujtarit të sigurisë, Çetin Aktan, i cili pretendonte se ishte viktima, nuk e tërhoqi denoncimin e tij. Ka gjyqin këtë javë. Por, motra ime nuk e goditi atë Sare, unë isha aty. Barbarisht aty, gjithashtu jemi dëshmitar. Ju thoni se jeni dëshmitar, Gylajshë, por ata kanë shtuar filmimet e sigurisë në dosje si provë. Oj, vajzë, shumë e pas ke rrahur njeri unë. Do ishte mirë si kur ta kisha rrahur, por nuk e raha. Barbari, çfarë thot për këtë? Nazmia i bëri gjithë këto? Çfarë? Por Nazmia premtohoi se nuk do na tradhtonte më neve? Ata kur e pyetën për lëndimin në qaf, ajo as se përmendi emrin tim. Po, pra? Për hir të Zotit lere. Shkruaj aty. Përdore nesër më njëherë, apo? Mirë. Unë do të flas me prokurorin dhe do të marrë në pyetje rojen dhe do t'i jap këtë informacion. Faleminderit. Sare, faleminderit, nuk mund të të falemderojmë. Me kënaqësi. Hyma? Mirë se erdhe. Mirë se erdhe, Hyma. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Unë erdha për t'i thënë diçka Zaferit. Unë po shkoj atëherë. Jam vonë për punë. Unë do të shkoj, nëse ka ndonjë lajm do t'ju tregoj juve. Çfarë duhet i thërë vëllai tim? Po dëgjoj, Hyma. Duke e ditur se çfarë interesi ke ti për mua. Kara më kërkoi të bëhem e dashura e tij. A e di këtë? Çfarë? Jo, re. Si kanë thënë? Shife nënën martohu me vajzën. Vlla, ata nuk vinë. Asun nuk e kuptova. Dhe në të vërtet,
Ju ende nuk e keni kuptuar se ata nuk do të vinë. Çfarë the ti? Vëlla, Unë them se ata nuk do të vinë. I thash se ishte kurth. I njoftova ata. Mos na gënje ne. Ne ta morëm telefonin. Si e kontaktove? vëlla, dera nuk e kishit mbyllur. E si? A e thyve bravën? Hajde të rego tani se si hape. A mos je i vetë me që ditë e hapësh. Edhe baba e ka këto aftësi. Sabit kishet e drejt, vëlla. Duart e tua nuk po dridhen më. Ti mbrëm dole dhe piva, po jo? Mendove se isha i çmendur ashtu, por doli të isha më i zgjuar mes jush. Kërkova shumë herë që të më sjellni të pija, apo jo? Çfarë? Pse? Ti kërkove ta gjeje, përse po më shkatron gjithçka? Hajde fol tani. Sepse advice e gjejta Ali. Çfarë? Emrin e saj, ku jeton, çfarë ngjyre janë flokët e saj, i zbulova të gjitha. Çfarë? Si quhet motra ime? Ku është ajo? E, prit të shojmë tani. Le të vejmë në një marrëveshje së pari. Çfarë marrëveshje? Çfarë dëshiron? Nuk do negocioj me ty. Nëse doni që ta gjeni motrën tuaj, sillni motrën tuaj të pasur, Lara Eyüpoglu. Me atë do negocioj. Lara Eyüpoglu. Vetëm me atë negocioj.